Pavarësisht kronikave të vazhdueshme ndërgjegjësuese për mbrojtjen e mjedisit në zonën e quajtur Vabli në Shkopet, situata vjon të mbetet shqetësuese. Siç shihet edhe nga pamjet, hapësira për amburimit të ujit është e mbushur me bidon plastik dhe mbetje të tjera, të cilat lihen kryesisht nga persona që ndalojnë aty për të mbushur ujë për konsum familjar apo për qëllime tregtare. Ndotja bëhet edhe më problematike pasi mbeturinat hidhen shumë pranë, madje edhe sipër burimit të ujit, duke rrezikuar ndotjen dhe kontaminimin e tij. Edhe nga ana poshtë rrugës Buz-Liçeni të Shkopetit është mbuluar nga mbeturinat e shumta, të cilat aktualisht fshihen pjesërisht nga bimësia e rritur në zonë. Ndotja nuk shkaktohet vetëm nga persona që furnizohen me ujë, por edhe nga udhëtarë të shumë që ndalojnë gjatë aksit rrugor Skura e Burrella në Asjeltas. Bashkia Mat ka ndërhyrë disa herë për pastrimin e ambientit dhe ka zhvilluar fushata sensibilizuese për ruajtjen e pastërtisë, por persona të papërgjegjshëm kanë dëmtuar edhe tabelën paralajmëruese të vendosur për ndalimin e hedhjes së mbeturinave. Po ashtu kontenjerët e vendosur në këtë zonë janë hedhur në liçenin e Shkopetit nga persona ende të paidentifikuar.